Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Sot pranë jush do të vimi një letër goxha emocionuese, goxha të dhimbshme. Një letër që e shkruan vajza për babain e saj. Një vajzë që ka përfunduar në një rrugë jo të bukur, por që situatat me baban e kanë bërë që vajza të merë këtë drejtim. I dashur baba, unë që po të shkruaj jam bia jote ma i linda. Ndoshta do të vish shumë rënd që unë ta bëj historinë time publike, por nëse unë nuk flas sot, edhe nëse unë nuk e tregoj të vërtetën, edhe sa duhet të vuaj unë që babai të më jep të drejtën, të më hap dyert, edhe unë të jem në shtëpi si të gjithë të tjerët. Babi im më rite me sakrifica, këtë e di. Më rite me skamje, edhe këtë e di. Punoje me orë të tëra që mua mos të më mungonte asnjë gjë, edhe këtë e di. Sakrifikove për mua edhe veten tënde, këtë e di më së miri. Kur të gjithë ishin kundër që të më dërgoje në shkollën e mesme, ti mua më dërgove, se më thoje atëherë fëmia pa shkollë është si trupi pa dorë. Mbetet e thyer, mbetet pa të ardhme dhe mbetet pa dinjitet. Dhe kjo mua më bënte që unë të shkoj edhe të shkollohem. Kur unë shkova u shkollova në moshën 17 vjeçe, i besova një djalit dhe mendova që do të ishte dashuria ime e parë. Dashuria që do të më jepte botën. Dashuria që do të më kënaqte shpirtin dhe dashuria që do të më gëzonte zemrën. Dhe unë me thënë të drejtën babi, këtë gjën e besova. E besova edhe atë më shumë se vetja. Ti ishe kundër dhe unë të dola kundër, duke i besuar atij monstre që sot po vuaj si qen. I besova që do të kujdeseshte për mua në format më të mëdha. I besova që do të ishte njeriu më i bukur në botë. I besova që mua do të më mbante në plëmbën e dorës dhe një ditë ti do të ktheheshe. Ti do të ktheheshe pranë meje, duke më dhuruar dashuri dhe duke qenë gjithmonë në shtëpinë tonë. Por nuk ndodhi ashtu babi. Ti e din që ai filloi të më rre, më nxori prej shkolle. Nuk më la që ta përfundoja vitin e 4. Më solli në Greqi, më maltretoi, më keq trajtoi. Më dhunonte aq shumë sa që unë ndonjëherë s'kisha edhe forcën që të ngritesha në këmbë. Dhe kjo më dhëm, babi. Më dhëm shumë. Më dhëm që nuk të kam dëgjuar ty. Më dhëm që nuk të kam besuar ty. Unë babi ta tregova hallin, por ti nuk më përzure. Ti përsëri më pranove. Ti përsëri më qëndrove afër dhe përsëri më thoje, bia ime, unë do t'jem pranë teje, por mos e bëj atë turp. Unë babi besova të dashurit të dytë. Dhe prap u hodha juve në rrugë. I dashuri i dytë më futi në rrugë edhe më të këqija. Sot babi kam përfunduar në një lokal nate, ku punoj punën më të keqe.
Shkoj qëndroj nëpër tavolinat e burrat. Burrat më japin pije, më prekin. Mundohen të përfitojnë diçka nga unë. E ndjej në vete se kam humbur dinjitetin, kam humbur moralin, kam humbur vlerën e njerëzit. Dhe sot jam duke vuajtur si gjëja më e tmerrshme që unë e kam në jetë. Dhe kjo mua më djeg, babi. Babi, unë ma i linda publikisht edhe në ndikimin e të gjithë shqiptarëve. Po të lutem për herë të fundit që më pranon në shtëpi. Më pranon në shtëpi të shpëtoj prej kësaj rruge të tmerrshme. Të shpëtoj prej këtyre burrave që më shohin si një send seksual, që duan vetëm të përfitojnë marrëdhënien prej meje dhe asgjë tjetër. Babi, më shpëton nga ky tmerr që unë po kaloj, nga kjo përditshmëri e tmerrshme, që e pres me urrejtje orën 21 kur duhet ikim punë, dhe e pres me shumë qef orën 5 kur duhet ta përfundoj punën. Andaj, babi, besoj edhe njëherë zemrës tënde, jo fjalëve të popullit. Lagja atë punë kanë, thashë theme do bëjnë. Unë e di që ta kam thyer shumë shpirtin. E di që unë të kam mërzitur shumë dhe ti nuk e ke pritur këtë gjë prej meje. Sepse ti besimin më të madh e ke patur vetëm tek unë. Por e din si thonë e vërteta? Ai që ti e beson, ai ta bën këtë gjë. Dhe unë, babi, ta bëra këtë gjë. Andaj të lutem, bab. Më ndihmo që të kthehem në shtëpi, më ndihmo që ta jetoj jetën dhe më ndihmo që ta gëzoj të ardhmen. Kjo është, bab, lutja ime për ty. Në fakt është një letër që mban shumë peshë, thënia fjalët e një vajze që flet për babain e saj, që flet për ditëshmërinë, që flet për jetën, që flet për vujtjen që kalon. Por ajo i lutet babait që babai ta marrë në shtëpi, ta bëj njeri, edhe të jetojnë së bashku. Unë do ja kisha lutur t'jatin, fal edhe një herë, unë e di që s'ke besim, por fal edhe një herë. Se ndoshta edhe vërtet ka ndryshuar. Ndoshta edhe vërtet nuk është ashtu siç ka qenë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua, Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfi me jete, për të ndarë letrën e radhës. Letra që unë do të sjell sot tek ju është një letër shumë e ndjerë, ma besoni. Është një letër që brenda saj ka shumë emocion. Është një letër që mban shumë dhimbje. Dështimi i jetës është kur persona që ne kemi në krah janë persona të cilët na zhgënjejnë dhe na bëjnë që ne të thyhemi shpirtërisht. Dhe pikërisht kjo letër shkruhet për ato. Nuk e di nëse do ta dëgjosh deri në fund. Ndoshta do ta mbyllësh sapo të dhëm ndërgjegja. Ndoshta do ta dëgjosh vetëm për të parë sa shumë më ke lënduar. Por unë nuk po e shkruaj këtë letër që të më vije keq. Po e shkruaj sepse për herë të parë, pas shumë kohësh dua që zëri im në të vërtetë të dëgjohet. Ti nuk më tradhëtove vetëm një grua. Ti tradhëtove çdo premtim që më bëre ditën kur më shtrëngove dorën dhe më the se do t'ishe pranë meje në ditët e mira dhe në ato të vështira. Tradhëtove netët kur rinim zgjuar duke bërë planet për të ardhmen. Tradhëtove sakrificat që bëm për të ndërtuar një shtëpi, një familje dhe një jetë që unë
e besoja se ishte e jona. Më kujtohet kur ktheheshe nga puna i lodhur, të prisja me darkën gati, të pyesja si të kishte shkuar dita. Nuk e dija, se ndërsa unë lutesha, ti kishe pasur një ditë të mirë. Edhe dikush tjetër po të dhuronte buzëqeshjen që ti nuk ma sillje më në shtëpi. Filloja të ndjeja ndryshimin shumë kohë përpara se ta kuptoja të vërtetën. Telefoni yt nuk qëndronte më mbi tavolinë. Buzëqeshje fshehurazi para ekranit. Mbledhje që zgjateshin pafund dhe parfumi yt që kishte një aromë që nuk ishte më vetëm e jotja. Sytë e tu nuk më shikonin më si dikur. Edhe unë vazhdoja që të fajsoja të merrësisht veten. Mendoja se nuk isha më e bukur. Mendoja se nuk po të kushtoja mjaftueshëm vëmendje. Mendoja se duhej të ndryshoja diçka tek vetja. Sa e padrejtë ishte kjo gjë. Ndërsa unë luftoja për martesën tonë, ti po investoje kohë, emocionet dhe zemrën tënde krejtësisht diku tjetër. E di çfarë mua më dhëmb më shumë? Jo fakti që zgjodhe një grua tjetër, por fakti që çdo ditë vije në shtëpi, më shikoje në sy dhe më gënjeje pa u dridhur fare. Më puthje në ballë, ndërsa zemra jote ishte krejtësisht larg meje. Më thoshe të dua, ndërsa fjalët e tua nuk kishin më asnjë peshë. Sa herë që kam fjetur pranë teje, ndërsa ti kishe në mendje dikë tjetër. Sa herë kam buzëqeshur para fëmijëve, duke besuar se familja jonë ishte e fortë. Ndërsa ti po e shkatëroje në heshtje. Tradhtia nuk fillon në momentin kur e prek dorën e dikujt tjetër. Tradhtia fillon në momentin kur ndalon së mbrojturi zemrën e njeriut që ty të besoj gjithçka. Nuk kam zemërim për gruan me të cilën më tradhton, aq sa kam dhimbje për njeriun që ti buri dashur u bëre. Sepse unë humba vetëm burin tim. Unë humba shokun tim më të mirë. Humba njeriun tek I cili unë mbështetesha. Humba sigurinë që besoja se e kisha. Dhe mbi të gjitha, unë e humba besimin. Ti ndoshta do të vazhdosh jetën tënde. Ndoshta do t'jesh I lumtur, ndoshta do të bindesh veten se bëre zgjidhjen e duhur. Por dua ta dish një gjë. Ka plagë që duke në trup. Ajo jeton në zemër. Janë ato plagë që të bëjnë të dyshosh tek çdo njeri që vjen më pas. Janë ato që të zgjojnë në mes të natës. Janë ato që të bëjnë të qash në heshtje, që askush të mos të dëgjoj. Dhe këto plagë në thelb mi dhe ti. Megjithatë, nuk dua të mbetem peng I kësaj dhimbje për gjithmonë. Një ditë do të zgjohem dhe nuk do të më dhëmb më embri yt. Një ditë do të buzëqesh
pa pyetur veten pse nuk isha mjaftueshëm. Një ditë do ta kuptoj plotësisht se nuk ishte detira ime të bindja që mua ti të më doje. Dashuria nuk lypet, besnikëria nuk kërkohet, respekti nuk negociohet. Dhe kur mungojnë këto, nuk mbetet më martesë. Mbetet vetëm një kujtim që dhëmb. Po e mbyll këtë letër jo sepse kam mbaruar së foluri, por sepse kam mbaruar së prituri. Nuk pres më një shpjegim, nuk pres më një justifikim. Nuk pres më që të më bëhesh njeriu që dikur besoja se ti ishe. Po zgjedh të largohem me lotët në sy, por me dinjitet. Sepse zemra ime mund të jetë e thyer, por nuk do të lejoj të humbas edhe vlerën time. Dhe nëse një ditë jeta të kthen pas për të parë se çfarë humbe, shpresoj të kujtosh se nuk humbe një grua të zakonshme. Humbe dikë që të deshti me gjithë shpirt, dikë që të besoi kur askush tjetër nuk ta jepte atë besim. Dikë që do të kishte luftuar për ty deri në frymën e fundit. Kjo është letra që gruaja i ka shkruar burrit të saj.